Në letër, prej vitit 2021, Shqipëria ka një plan kombëtar të veprimit për personat LGBT deri në vitin 2027. Ai premton shërbime më të mira, mbrojtje nga diskriminimi, siguri dhe përfshirje në shoqëri. Por hendeku mes strategjisë edhe zbatimit mbetet ende shumë i madh. Sipas një raporti të publikuar nga Aleanca kundër diskriminimit të LGBT, 83% e bashkive të kontaktuara nuk kthyen asnjë përgjigje për zbatimin e këtij plani, duke reflektuar kësaj mungesën e transparencës në nivel vendor. Ndërsa vihet të re në tërësi se shërbimet sociale, mbështetja për strehim dhe shërbimet shëndetësore janë të pazbatuara ose minimalisht të zbatuara. Në shumë raste, aktivitetet që raportoheshin si të realizuara ishin organizuar jo nga shteti, por nga organizata të shoqërisë civile dhe donator ndërkombëtar. Raporti evidenton gjithashtu mungesën e shërbimeve konkrete që ishin premtuar prej vitesh, sikurse një protokoll mjekësor për personat transgjinor, duke lënë kështu 90% të personave trans pa akses të plot në shërbime shëndetësore. 88% e personave LGBT të pyetur duan të largohen nga Shqipëria. Kjo pasi pasiguria në strehim, diskriminimi në shëndetësi dhe punësim janë rritur. Edhe pse Shqipëria ka një nga kornizat ligjore më progresive në Ballkanin Perëndimor për të drejtat LGBT, zbatimi është mjaft i dobët. Sfidat kryesore të identifikuara për komunitetin janë diskriminimi i shumëfisht, pasiguria ekonomike dhe kultura e heshtjes, frika nga raportimi për shkak të hakmarrjes. Edhe qëndrimet publike në fakt mbeten jo miqësore, pasi 49% e shqiptarëve vijojnë ta konsiderojnë të qenurit LGBT një sëmundje. Për komunitetin LGBT në Shqipëri, diskriminimi nuk është vetëm në gjuhën publike dhe atë politike. Ai ndikon në strehim, në arsim, në kujdes shëndetësor, në siguri dhe në punë. Dhe ndërsa strategjitë vazhdojnë të shkruhen në dokumente, shumë persona të komunitetit LGBT vazhdojnë të jetojnë mes pasigurisë dhe përjashtimit.